Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shikues të nderuar, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot jemi në vartën e sqarimit të shkencës së hadithit. Emision që është numëruar apo është rregulluar që të jetë numër 2 i emisionit, vazhdohet ndoshta sipas mundësi mund të kemi edhe emisione tjera. Por sot do të mundohemi edhe disa pika të i vazhdojmë për sqarimin e tyre. Në emisionin paraprak kemi folur për hadithi konkret si definicion dhe kemi arritur deri të bëjmë sqarimin se dallimi i hadithit dhe sunetit. Dhe përsëri dua të përsëris këtu që hadithi dhe suneti është i njëjti në atë formën e përgjithshme për shpirtrat tonë, për shpirtrat tanë, për zemrat tona dhe për praktikën tonë. Mirë, po si definicion do të ishte të kuptojmë se hadithi është diçka shkencë dhe ajo shkencë bën një ndarje dhe emërtime kohore, e suneti është i përgjithshëm që për neve vlen. Kur e mendojmë sunetin, e mendojmë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe atë të kemi në praktikën tonë të përditshme. Por sot mendoj që derisa i kemi bërë këto sqarime, është mirë të jenë të pasuruar shikuesit tanë, ata që mendojnë të përcjellin këtë emision dhe kanë dëshirë të përcjellin dhe duhet të përcjellin, sepse bëhet fjalë për burimin e dytë të fesë të tyre. Derisa bëhet fjalë për burimin e dytë të fesë të tyre, hadithi konkretisht i pejgamberit alayhi salatu wasalam, shkencë e gjerë, shkencë me hollësi e përcjellur, e studiuar nga dietarët. Ne kemi në fjalorin tonë dhe muslimanët në përgjithësi, si në shkrime që shohin, apo në ligjërata që ndëgjojnë, se përmendet hadithi dhe hadithi kutsi dhe Kurani. Dua të bëj një dallim të shkurtër. Hadithi i zakonshëm që ne flasim bëhet fjalë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam me fjalët e tij që ai i formuloi nga goja e tij e bekuar. Por çka është dallimi ky dhe ai dallim që i themi hadith kutsi? Fillimisht hadithi i zakonshëm i pejgamberit alayhi salatu wasalam është ai hadith që kuptimi në tërësi është nga Allahu xhaleshanu, ndërsa formulimi i tekstit të hadithit, të cilin ai e thot me gojën e tij dhe sahabët e kanë transmetuar ashtu siç e kanë dëgjuar, ky është hadith. Por kuptimi është nga ana e Allahut në bazë të ajetit paraprak që e kemi përmendur edhe në emisionin e radhës të parë që ishte wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja, por ai flet nga ajo që Allahu atij ja ka inspiruar dhe konkretisht kuptohet se është inspirim nga ana e Allahut kuptimi i këtij hadithit dhe ne kemi kënaqësi dhe jemi krenar kur e lexojmë, kur e shkruajmë, kur e ndëgjojmë, por më së shumti kur e praktikojmë. Por hadithi kutsi, nga vetë fjala, hadith më e kuptuam se kush është hadithi, teksti i formuluar në bazë të transmetimit që ka ardhur deri te ne. Kutsi është i shenjtë, apo të themi hinor. Ka dikush prej dietarëve që i thonë hadithit kutsi me një emër tjetër, hadith kutsi apo hadith ilahi, hadith i Zotit. Konkretisht në këtë shprehje kanë dhënë ata që neve zemrat tona të na i prekin edhe më tepër duke e emëruar me atë definicion të tillë. Çka është ky hadith kutsi apo hadith ilahi apo hadith hinor i shenjtë? Është hadithi që dallon nga i zakonshmi që edhe kuptimi edhe fjalët janë nga ana Allahu xhaleshanu që pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ai e thot me gojë nuk thot drejt përse unë po them, por thot unë thom nga Zoti. Dhe sahabët kur e transmetojnë në këtë formë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam atë që Allahu ja ka inspiruar dhe e formulon tekstin që në fund si definicion edhe kuptimi edhe teksti është nga fjalë nga ana Allahu xhaleshanu, sepse fima yerwihi an rabbihi. Kështu thuhet në gjuhën arabe. Pejgamberi alayhi salatu wasalam që e transmeton nga Zoti duke thënë, dhe të themi vetëm një hadith të shkurtër, për shkak se emisioni nuk na premton që të jemi në të zgjeruar në këtë temë, edhe pse ka nevojë, mirë po do të mundohemi në mënyrë të shkurtër dhe të japim atë që është thelbi i kësaj shkence.
Pejgamberi alayhi salatu wasalam e transmeton hadithin nga Allahu duke thënë se ka thënë Allahu: "Ana inda dhanni abdi bi." Unë jam në mendimin e mirë të robit tim për mua. Nëse ai mendon mirë në mua, unë mendoj mirë për të. Nëse ai mua më përmend në veten e tij, unë do ta përmend në veten time. Allahu xhaleshanu e thot këtë. Pastaj vazhdon hadithi, është i gjerë, por do të mundohemi në mënyrë të shkurtër. Nëse ai mua më përmend në një tubim publik, unë atë do të përmend në një tubim më të mirë se ai dhe më të vlefshëm. Domethënë e përmend tek tubimi dhe ai grupi i madh i melekëve. Para mendoni tani Allahu xhaleshanu në çfarë forme na drejtohet neve. Nëse mendojmë mirë, nëse përmendim atë, nëse afrohemi pak, Allahu afrohet edhe më shumë. Nëse ne vazhdojmë tek Allahu xhaleshanu të afrohemi me ecje, Allahu xhaleshanu afrohet tek ne me nxitim. Allahu na i bëft të mundë kështu të jemi, dhe kjo është hadithi kutsi që pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka transmetuar nga ana Allahu xhaleshanu. Hadithi. Kur është shkruar dhe pse është, apo u shkruajt apo nuk u shkruajt, janë disa mendime, edhe këtë sqarim të e bëj. Kemi mendime se hadithi pejgamberit alayhi salatu wasallam në kohën e tij nuk ka shkruar. Për shkak se ka një ndalesë. Drejt përse drejti pejgamberi alayhi salatu wasallam kemi, domethënë thënie të tij që ai i ndaloi mos të shkruhet hadithi. E pse vallë këtë ndalesë që pejgamberi alayhi salatu wasallam e ndaloi, e sqaruan sahabët duke thënë se në atë kohë ishim ne hadithu ahadin bil islam, kështu thonë në gjuhën arabe, posa që kishim hyrë në islam dhe ne shkronim gjithçka që dilte nga goja e tij e bekuar. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam kur e vreti se gjithçka ne shkruanim, ai u frigua se mos vallë ne nuk kemi në gjendje të dallojmë kur është Kur'an dhe kur është hadith. Kështu që e ndaloi dhe tha, këto që i kam thënë, do të tregonte se është Kur'an nga Allahu xhaleshanu, e kur folte në formën e thjeshtë të tij, ata e shkruanin disa. Edhe pse kishte ndaluar. Më vonë erdhi një rast konkret, një sahabi i pejgamberit alayhi salatu wasallam e pyeti tha: "Ja Rasulullah, unë kam dëgjuar se ti ke ndaluar me shkruajt." Po tha, "Po e di se unë kam shkruar." Thotë, "Vazhdo të shkruash, sepse nga kjo të bëri me shenjë me dorë, nga kjo nuk del asgjë përposa e vërtet. Mirë, po dalloni çka është hadith dhe çka është Kur'an." Ky ishte krejt qëllimi kryesor, që të dallohet Kur'ani dhe hadithi, apo të dallohet ajo që vjen nga Allahu xhaleshanu drejt përse me inspirim, dhe ajo që ai dilte, edhe kjo ishte me inspirim, po ishte dilte nga goja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ktu që të dallohen edhe Kur'an, të dallohet edhe hadithi i zakonshëm, por të dallohet edhe hadithi kutsi. Bante bëjmë edhe një sqarim. Hadithi kutsi nga Kurani, pra si dallohet. Hadithi kutsi nga Kurani, kur që të tre janë inspirim nga Allahu xhaleshanu, për neve vlej që të kuptojmë shpirtërisht, të kuptojmë por edhe praktikisht se kanë burimin e njëjtë nga Allahu xhaleshanu, por të dallohet. Hadithi i zakonshëm, formulimi i tekstit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, hadithi kutsi, edhe formulimi i tekstit, edhe ardhja nga Allahu xhaleshanu, kuptimi i tij nga Allahu xhaleshanu. Kurani është i ardhur konkretisht përmes Xhibrilit alayhi salam drejt e pejgamberit alayhi salam, dhe kjo është treguar se është Kur'an. Ku dallohet hadithi kutsi me Kur'anin? Kur'ani është mrekulli, hadithi kutsi nuk është mrekulli. Me Kur'an ne kur e lexojmë Kur'anin ne bëjmë ibadet dhe shpërblehemi, ndërsa hadithin kutsi nuk bëjmë ibadet dhe nuk shpërblehemi. Kur'anin e lexojmë në namaz, ndërsa hadithin kutsi nuk kemi të lexojmë në namaz. Ky është një dallim i shkurtër që mendoj se duhet të kenë të qartë shikuesit tanë, dëgjuesit që e dëgjojnë këtë emision, dhe mendoj që kjo është një sqarim që duhet të kanë të ditur dhe të pasuruar me të, inshallah. Në bisedet e organizuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qëllim edukimi dhe arsimimi, krahas meshkujve kanë marrë pjesë edhe femrat. Madje për faktin se nuk kanë pasur mundësi të afroheshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si pasojë e numrit të madh të burrave, kanë kërkuar prej tij sallallahu alaihi wasallam që të caktojnë një ditë të posaçme ku do të mësonte atë që i kishte shpallur Allahu xhaleshanuhu. Më pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam caktoi një ditë të veçantë dhe u angazhua me edukimin dhe arsimimin e grave. Hadithet dhe suneti i pejgamberit kanë qenë burim themelor i dijes dhe urtësisë edhe për brezat e arshëm të muslimanëve. Edhe pse burimi kryesor i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Kurani, edhe hadithet e tij sallallahu alaihi wasallam
u kanë shërbyer si një mjet i rëndësishëm për përcjelljen e sunetit. Të bëjmë edhe një sqarim tjetër, derisa jemi në shkencën e hadithit, bëhet fjalë. Hadithi u tubua dhe në cilën formë u tubua. Fillimisht i përmendim periudha që kaloi tubimi i hadithit dhe forma si u bë. Periudat ishte në fillim në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ashtu siç edhe kemi të ditur më se pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte ndaluar të shkruhet hadithi, do të thot ata u angazhuan sahabët të mbajnë në mend hadith. Do të thonë është tubuar hadithe me mbamendje, periudha e mbamendjes së haditheve. Më vonë, mas 100 viteve, kështu sqarohet në bazë të dietarëve që kanë shkruar, filloi të shkruhet hadithi mirë, po të shkruhet hadithi i përgjithshëm. Hadithe dhe mendimet të sahabëve dhe mendimet të tabiinëve, këtë e bëni Ibn Xheriri, e bëni Ibn Ishaqi, e bëni Xherir ibn Abdullah, e bëni Abdullah ibn Mubarak, e bëni Sufjan al-Thauriu, shkruajtën edhe hadithe edhe mendimet të dietarëve, dietarëve, sahabët dhe tabiinët. Më vonë pastaj u bë edhe filloi të periudha që të tubohet hadithi në përmbledhje. Në përmbledhje ekskluzivisht përmbledhje të hadithit. Pastaj përmbledhjen e haditheve autentike që e kemi të qartë gjithmonë kur ndëgjojmë dhe lexojmë hadithi autentik që shënoi hadithin në librin e tij Buhariu, Ebu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, po ashtu Muslim ibn Hajjaj al-Kushairi, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, këto filluan të i bëjnë hadithet ekskluzivisht të jenë autentike në librat e tyre. Më vonë ishte periudha e shekullit të tretë, që i themi në shkencën e hadithit epoka e ardhë e mbrojtjes së hadithit. Këtu vetëm filloi të pushon tubimi i hadithit, filloi të jetë komentimi dhe sqarimi dhe përpunimi i haditheve në formën më të qartë që për lexuesit të jetë e kapshme kuptimi, hadithi, ndarja. Këto ishin disa periudha që kaloi hadithi në tubimin e tyre. Mirë, po si ishte forma që këto që i përmendim si periudha, forma se si u shkruajtur atë në libra, është forma që janë shkruar hadithet në mënyrë të qartë dhe të ngushtë vetëm nga një sahabi. Për shembull, një që i ka shkruar hadithe thotë, unë do të angazhohem të i shkruaj hadithe që i ka transmetuar vetëm një sahabi. Tjetri thotë, unë jam i angazhuar të i shënoj hadithet që i kanë transmetuar Khulafa i Rashidin. Do të thonë, i emërton me një farë emri që të dinë këto hadithe që të tubon dikun. Tjetri thotë, unë jam i angazhuar të i shënoj hadithet e sahabëve që ishin të përgëzuar me xhenet, që në gjuhën arabe i themi ato Khulafa i Rashidin, kryetarët e muslimanëve të parë, mubeshirin bil xhenet, të përgëzuarit me xhenet, dhe kështu filluan të tubon hadith me këtë formë. Pastaj këto hadithe janë musnede. Me emrin, këto libra janë musnede. Pastaj filloi hadithet të jenë të tubuara forma, vetëm hadithet autentike, ata që e përmendën paraprakisht që e ka tubuar Imam Buhariu. Vetëm hadithet autentike, hadithet sahiha. Dhe këto emra apo kjo forma është librat, shënimet apo forma e haditheve sahiha apo sihah në gjuhën tonë. Pastaj kemi hadithe që kanë të bëjnë edhe hadithe, kanë tubuar edhe hadithe, por edhe hadithe që kanë pas mendimin apo sqarimin dhe fetvat në bazë të lëndës së fikut. Dhe këto hadithe janë sunen, këto libra janë sunen, kjo forma është sunen. Pastaj janë përzier, kanë thonë, edhe hadithe, edhe mendime fetva të sahabave, edhe mendime të tabiinëve që kanë pas në baza të shkencave të islamit, shkenca e tefsirit, shkenca e usulit, shkenca e fikut, dhe këto janë xhawami'. Pastaj janë bërë edhe hadithe tjera, do të thonë janë tubuar me forma tjera që kanë qenë të përgjithshme dhe kanë pas autori që i ka pas mësuesit e ty, transmetuesit, dhe ka thonë kja është mujma'. Me një farë mënyre, këto libra, ndash xhawami', ndash ma'ajim, ndash musannafat, ndash sunen, ndash sihah, këto janë forma që filluan të jenë hadithet në mesin tonë të gatshëm për të i lexuar dhe arzotit që të jenë edhe për të praktikuar inshallah. Veprimtaria e transmetimit të haditheve është shndruar në një proces të rëndësishëm në shoqërinë muslimane. Sahabët që në kohën e vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë ende të rinj si Aisha radiallahu anha, Ali ibn Ebu Talibi, Abdullah ibn Abasi, Abdullah ibn Omeri, Enes ibn Maliku, Ebu Hurajra dhe Abdullah ibn Amri, që të gjithë kanë qenë sahabët më të kërkuar nga ana brezave pasardhës, me qëllim që të marrin prej tyre të dhëna për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përjedhoi,
ato grupe nxënësish që kishin marrë hadithet prej të lartë përmendurve, më pas i kanë përcjellë edhe te brezat në vijim. Një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i përcjell nga Ibn Abasi, sikur e fotografon këtë veprimtari të natyrshme të sahabëve. Ju i dëgjoni fjalët prej meje, të tjerët do t'i dëgjojnë prej jush, ndërsa prej tyre do t'i dëgjojnë të tjerët. Pejgamberi i Zotit ka motivuar shokët që fjalët dhe sjelljet e tij t'i përcjellin edhe për brezat pasues. Tani do të vazhdojmë edhe me një sqarim tjetër. Sqarim ky që ne i themi në shkencën e hadithit sqarimi kyç edhe më i rënd si para ata studentë që studiojnë këtë shkencë, si para ata njerëz që ndëgjojnë nëpërmes sqaruesve si ne dhe të tjerë. Hadithi që po na vjen, hadithi që u shënu, hadithi që është në libra, hadithi që u komentua, këto hadithe kanë emra? Po. Hadithi e ka një ndarje të gjerë. Hadithi në bazë të mbështetjes së tij, hadithi në bazë të numrit të transmetuesve që e kanë transmetuar dhe hadithi i pranuar dhe jo i pranuar, domethënë në bazë të pranimit dhe mos pranimit. Fillimisht, hadithi në bazë të mbështetjes së tij. E kemi fjalën kur e lexojmë hadithin, kur e analizojmë transmetuesin dhe e shohim forma e këtij hadithi, ka shkuar deri në fund, është mbështetur deri te thënësi esencial. E nëse është shënuar, është mbështetur ky hadith te pejgamberi alayhi salatu wasalam, ky hadith e ka një emër marfu, hadithi i ngritur deri në esencën kryesore. Hadithi tjetër, kur transmetuesit e transmetojnë dhe thojnë, ka thënë sahabiu. Nëse ndalet hadithi te sahabiu, e ka emrin tjetër, hadithun mauquf, jo marfu. I pari ishte nëse thot ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është hadith me emrin marfu i ngritur. Nëse thot ka thënë sahabiu, Abdullah ibn Omer ibn Khattabi, pa më parasysh, ky hadith nuk kemi të themi sikur aty të parit, por ai është special për pejgamberin alayhi salam. Ky i dytë është i ndalur, sikur të ndalet zinxhiri, të shkon dhe është ndalur deri te sahabiu. Nëse ndalet tek tabiiu, i themi hadithun maqtu. Ky është i shkputur. Sikurse ky hadith nuk shkoi deri në fund, por u ndal te tabiiu, u shkput shkuarja e zinxhirit të tij te tabiiu dhe nuk shkoi as te sahabiu dhe nuk arriti deri te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë, po që të tre lloje që i përmendëm, hadithun mauquf, hadithun marfu, hadithun mauquf, hadithun maqtu, nuk kemi të drejtë të themi se këto a janë të pranuar apo jo. Këto e kanë formën e mbështetjes. Për analizë janë kriteret tjera që a pranohen apo nuk pranohen. Kjo një ndarje e parë e cila themi se hadithi në bazë të mbështetjes ishte i ndarë në këtë formë. Dhe ndarja e dytë është ndarja e haditheve në bazë të numrit të transmetuesve të tyre. Do me thonë, transmetuesit që e kanë transmetuar hadithin, sa janë, a janë të shumt, a janë pak, në bazë këtij numrit të transmetuesve kemi një ndarje të përgjithshme. E ajo është hadithet mutawatira dhe hadithet ahad. Hadithet mutawatira po ashtu ndahen, mutawatira lafdhije dhe mutawatira ma'nawije. Çka janë këto shprehje në gjuhën arabe? Mutawatir është shprehje e cila tregon se hadithi ka ardhur me një zinxhir të shumt dhe në mënyrë të pandërprerë. Pra të thot edhe definicioni marawa jama'atun an shabatin fi kulli tabaqatin min tabaqati sanadi tuhilu al'adatu tawatu'uhum wa tawafuquhum 'ala al-kadhib. Kur transmetohet hadithi nga një numër i madh i transmetuesve në mënyrë të pandërprerë në secilën gjenerat deri në fund, saqë thot edhe mendja është do nuk e kap mendja që të mund të gjithë këta transmetues me numër të madh këto të dakordoheshin për ndonjë gërnjeshtër eventuale. Pastaj ky hadith mutawatir është hadithi më i rënd në atë kontekstin dhe më i kapshëm dhe i dashur për neve që sepse transmetuesi janë të shumtë që e ka transmetuar këtë hadith që vetëm fundin e definicionit kur e përmendin dhe e shohim se është e pamundur të gjithë këta transmetues të dakordoheshin për një gënjeshtër, është e pamundur. Domethënë hadithi i vërtet që ka dalë nga goja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe kjo ndarje është bërë në këtë formë, mutawatirun lafdhi wa mutawatirun ma'navi. Hadith mutawatir por është tekstual edhe kuptimor. Si tekstual? Kur e themi hadithin mutawatir tekstual, neve na kënaqet shpirti sepse transmetuesit e kanë transmetuar hadithin nga goja e pejgamberit alayhi salatu wasalam me një numër të madh të transmetuesve deri më sot.
që është e pamundur të dakordohen për një gënjeshtër, por as për ndonjë ndryshim bile. Tekstualisht, siç ka dalur nga goja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai ka arritur te ne. Kemi një hadith që gjithë studiuesit, po gjithë ata që mundohen të fillojnë ndoshta edhe leximin e shkencës hadith, e vërejnë këtë hadith, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." E kush mundohet të më shpif ndonjë gënjeshtër mbi mua, le të përgatit vendin e tij në zjarr të xhehenemit. Ky hadith është me formën e këtij definicioni mutawatir, edhe ata tekstual, jo me kuptim. Tekstualisht siç ka dalur nga goja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mutawatir ma'nawi, me kuptim, kemi të shumtë. Përmendet domethënë ne në vendin ton, por në vendin ton pse përmendim këtë nuk do të thotë se sa që tërkon. Qitën gishtrat e tij ujë, ne përmendëm me vludet tona. Mirë, po ky hadith me këtë formë nuk është tekstualisht, por të dalurit ujë nga gishtat e pejgamberit alayhi salatu wasallam si mrekulli prej tij, që e kanë përmendur, është hadith mutawatir me kuptim, që është përmendur. Por siwaki, miswaki, arabisht është siwaki, ne thëmë miswak. Miswaki është me hadithe mutawatir i përmendur shumë mirë, po jo tekstual, me kuptim. Një hadith ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam e përdonte miswakin para gjumit, një hadith thonte e përdorte pejgamberi alayhi salatu miswakin para abdesit, para namazit, kur shkonte të pushonte, kur uleshte, kur zgjoheshte, domethënë shumë transmetime kemi që për miswakin ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka dhënë një qasje që të përdoret ai dhe ky hadith është mutawatir, por me kuptim. Ndarja e ditë në bazë të numrit të transmetuesve është ahad, grupi i haditheve ahad. Këto janë 3 grupe më rënda. Meshhur, aziz dhe garib. Të gjithë këto kanë ndarje, po nuk do të shkojmë në atë në detajet e imta, pak më të gjëra që janë dhe më të përgjithshme. Hadithet ahad janë numri më i vogël është i transmetuesve, jo sikur numri i transmetuesve tek hadithi mutawatir. Meshhur, definicioni është hadithe që e kanë transmetuar 3 transmetuese më shumë, por përsëri nuk arrin numrin e haditheve mutawatir. Hadithi aziz në njërin prej gjeneratave, për shembull mund të jetë gjenerata e parë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, sahabët apo tabeinët, numri mutawatir atje. Mirë, po në njërin prej gjeneratave derisa ka arritur te ne, nëse dikun është vetëm 2 transmetues, e kanë transmetuar këtë hadith, ky hadith vjen nga i mutawatiri, as me shhur nuk bëhet, por bëhet aziz, i përforcuar. Kemi edhe një hadith tjetër në këtë grup, hadithi garib. Pa marrë parasysh numrin e transmetuesve në të gjitha gjeneratat, në njërin prej gjeneratave, pa marrë për në fillim apo në mbarim, nëse është transmetuar hadithi me një transmetues, ky hadith e merr emrin garib, i vetmuar, vetë ka ngel. Pse janë gjithë këto ndarje një sqarim shumë të shkurtër? Gjithë këto ndarje është që neve të shtojmë kujdesin kur të marrim hadithin dhe e argumentojmë një çështje islame. Nëse eventualisht binë në kundërshtim hadithi që përmendëm më herët, ai me mutawatirin dhe ky garibin, normal këtë të vetmuar nuk e marrim për argument, shkojmë me atë që është e pamundur që të jetë një gënjeshtër mbi pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe gjithë kjo ndarje neve edhe na ban krenar me hadithin ton, edhe na ban krenar me pejgamberin ton, na ban krenar edhe me fen ton. Në një përcjellje tjetër, ku urdhërohen dhe motivohen dietarët për përcjelljen dhe mbrojtjen origjinale të fjalëve dhe sjelljeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në brezat e arshëm, thuhet: këtë dije, mësimet hyjnore do e pranojnë njerëzit e besueshëm ndër brezat e arshëm dhe do e mbrojnë atë nga komentet e ignorantëve, nga keqpërdorimet për interesat e tyre të devijuara dhe etjen prej shtrembërimeve të ekstremistëve. Dërsa dithet si përcjellja e çdo gjëje dëgjohet mjafton si gënjeshtër dhe çdo kush e gënjen në adresën time qëllimisht le të përgatisë vendin e tij në xhenem, kanë shërbyer si dërheqje mjaftueshme vëmendje për sahabët dhe për sjellësit e mëvonshëm të haditheve, pikërisht që do kenë kujdes të vazhdueshëm gjatë transmetimit. Pastaj kemi edhe ndarjen që është më e madhe në shkencën e hadithit dhe këtu kemi shumë emra të haditheve. Unë besoj se studiuesi, pa marrë parasysh ku ka studiuar, apo studentët tanë në vendin tonë që kanë studiuar hadithin dhe kur ndëgjojnë këtë, unë besoj se kënaqen, vetëm duke ndëgjuar, mirë po e kanë edhe një frikë se është hadithi, shkenca e hadithit ka është e rëndë, sidomos para të studentë që në provim si do t'i mbajmë mend gjithë këto emra të haditheve. Mirë po, kur bëhet një kronologji e sqarimit dhe kronologji e mësimit, edhe këto mbahen mend dhe besoj se do të kemi sukses në të formën e përgjithshme. Si ata që janë student, si ata që nuk janë edhe student, të
Nuk do të thotë se duhet të jemi patjetër student të fejes islame, student të fakultetit të shkencave dhe studimeve islame, por student të përgjithësi mund të studiojnë këtë shkencë, se është shkencë e cila të tërheq, të lexosh, të mësosh dhe kënaqesh kur e studion atë. Ndarja e tretë është ndarja e pranimit dhe mospranimit, apo të themi, ndarja në të cilën sqaron cilët hadithe janë të pranuara dhe cilët hadithe janë jo të pranuara. Të pranuarit me çfarë emra janë dhe ata të refuzuar apo jo të pranuarit pse janë të refuzuar dhe me çfarë emra janë. Janë të shumë, por do të mundohemi të i përmendimi ose më të përgjithshmit ose në mënyrë të shkurtër. Fillimisht grupi i haditheve të pranuar. E këtu bazohemi në kriteret paraprake të dietarëve të shkencës së hadithit që ata janë munduar të analizojnë gjithçka që erdhi deri te emri i hadithit i pranuar. Aja është sahih. Di lloje të hadithe apo di emra kemi të haditheve të pranuara. Sahih dhe hasan. Që këta dy janë të ndarë në ka dy. Hadithi sahih është i ndarë në hadith sahihun li dhatihi dhe sahihun li ghairi. Po ashtu edhe hadithi hasan është i ndarë hasanun li dhatihi dhe hasanun li ghairi. Çfarë kuptimi kanë? Hadithi sahih i vërtet. Dhe ne kur ndëgjojmë hadithin sahih, më njëherë kuptojmë sikur të ai hadithi mutawatir që mendojmë. Jo, hadithi mutawatir është me numër të transmetuesve, kia është me analizë dhe emërtim për pranim më. Nuk na lodh neve fakti se çka të mendojmë për numrin e transmetuesve. Tani më transmetues dhe studiuesit e hadithit ja kanë dhënë emrin për neve që të jemi të rahatshëm dhe pushojmë se të hadithi është po për ne i gati për ta pranuar apo për të argumentuar një çështje islame. Sahih li dhati, sahih për vete, sahih li ghairihi, për tjetrin. Do me thonë, në qoftë se ki është për vete, me njëherë ne duhet të analizojmë definicionin e tij. Ma ittasala sanaduhu bi naqli al-'adl ad-dabiti ila muntahahu min ghairi shududin wala illa. Të sqarojmë, hadithi sahih është ai hadith i cili transmetohet nga transmetues të përpikt, të drejt, të sinqert, prej fillimit deri në fund dhe në të nuk ka mangësi as të meta. Thjesht që e përmendëm më herët, s'kan lënë më dietar që ne të mendojmë analiza tjera, por janë përmendur në kushtin e transmetuesve të hadithit që të merr emrin hadithi sahih të jetë i drejtë, të jetë i përpikt, dhe kjo drejtësi dhe përpikmëri që e mvesh transmetuesi me këtë cilësi dhe karaktere të mira, që hadithi të jetë i sakt dhe i pranuar, mirë po ndodh vetëm në një pikë prej pikave të transmetuesve, si kritere që janë për të, këtu dallohet transmetuesi. Ku është përpikmëria apo korrektësia e tij? Ku është kjo? Që i themi në atë definicionin e hadithit ad-dabt. Transmetuesi i përpikt, nëse përpikmëria e tij është në shkallë pak më të ulët, hadithi bie nga shkalla e hadithit sahih li dhatihi apo i pranuar për vete. Bie në shkallë më të ulët. Pse gjithë ky precizitet? E tham më herët, gjithë ky precizitet vetëm ne të mbrojmë hadithin e pejgamberit alayhi sallam, të vihet te ne argument i pastër dhe pa tëmeta, qoftë edhe ajo përpikmëria e vogël. Buhariu rahimahullahu ta'ala, Allahu e mëshiroft atë dhe na bashkoft me të në xhenet inshallah. Ai nuk ka marrë hadithe jo për këtë përpikmëri, por diçka dhe shumë më të lehtë se kjo. Thotë, në qoftë se një njeri e kemi pa rrugës, ai e mashtron kafshën për ta thirrur dhe për ta afruar dhe për ta kapur kafshën për kapisën e tij, dhe nuk ka bë as gënjeshtër. As njerëzit e dinë si të sinqert, njerëzit e dinë të përpikt, njerëzit e dinë të devotshëm, njerëzit e dinë namazfalës, gjithaj ka. Thotë, këtë që e bëri unë nga ki, po që se më vjen një hadith unë nuk e marr. Aq ishin të përpikt që të vijë hadithi i shëndosh deri te ne, që ne sot të kemi argumente të qarta. Hadithi pastaj sahih hasan li dhatihi dhe li ghairi. Edhe kjo është i tillë. Përpikmëria më e dobët, e tash përsëri përpikmëri edhe një nivel bëhet. Pak më e dobët, më shumë më e dobët dhe del në atë që hasan i mirë për vete dhe i mirë për tjetrin. Dhe kjo është ndarje në pranim në grupin e haditheve të pranuara. Mirë po kemi hadithe jo të pranuara. Të bëjmë këtë ndarje jo të pranuara, të mundohemi të jemi pak më të shkurtër dhe më preciz. Për dy shkaqe. Hadithet refuzohen, shkaku kryesor në qoftë se në transmetimin që ka ardhur hadithi deri te ne nga pejgamberi alayhi salatu sallam
dikun në gjenerata ka shkëputje, ose nëse nuk ka shkëputje në ardhje, por ka do një cilësi të do një transmetues që e transmeton këtë hadith, është me një karakteristikë e cila në islamin tonë nuk e pranoj. Do me thënë, hadithet e refuzuara në bazë të ramjes të transmetuesve ose në bazë të ofendimit të transmetuesve. Në bazë të ofendimit të transmetuesve kemi hadithet të shumta. Në bazë të ofendimit të transmetuesve kemi hadithet të shumta. Kemi hadithe munkere, kemi hadithe mudellese, kemi hadithe muttaribe, kemi hadithe që nuk i pranojmi se janë shadh nga ai kundër atij mahfuzit. Emra, vetëm përmenda emra sepse nuk kemi kohë për të sqaruar. Por kemi kohë për sqaruar edhe pak këtë hadithi në bazë të ramjes së transmetuesve. Subhanallah. Këtu ne që studiojmë hadithin jo rastisht e dash një buzëqeshi. Krenohemi dhe kënaqemi, por edhe habitemi. Sa precis ishin dietarët që e studionin hadithin e këtë formë. Hadithi në bazë të ramjes së transmetuesve. Nëse nga zinxhiri transmetuesve ka ra një numër i madh, ki hadithe me emrin muallaq, thotë janë i varur, ki nuk pranohet, e lam anësh këtë, i varur është, sepse transmetuesit e hadith janë të shumtë, më shumë se 2-3. Po nëse janë 2, thotë edhe këtë e presim, po japim një emër muadal, ki është i shkatruar me një forminë fillimisht, pastaj presim më vonë çka do të bëhet. Hadithet në qoftë se i ka ra një transmetues, ki është thotë munqati, i ndërprer. Subhanallah. I ndërprer hadithi muadal me 2 transmetues, muallaq me shumë transmetues. Me një transmetues, do më thonë, mund të jenë hadithi që kanë me përmes transmetimeve gjeneratat të shumta, në të gjitha gjeneratat ka transmetues të bollshëm, të mjaftueshëm, në një gjenerat është bën ndërprerje. Këtë ndërprerje si e kanë kuptuar? Subhanallah. Nëse s'ka qenë studiuesi i hadithit në atë kohë, ai ka marrë dhe ka analizuar. Kemi libra të mëdha që kanë shkruar studiues të hadithit për historikun e transmetuesve, nga lindja e tij, domethënë koha që ishte foshë, koha që ishte fëmijë, koha që ishte i rritur dhe i moshuar dhe student. E nëse ki transmetues ka transmetuar hadith nga një transmetues para prak, këto kanë analizuar vitet e lidhjes dhe vdekjes. Dhe këtu thotë si mundet ky njeri të transmeton një hadith nga ai kurse ai ka vdek para se me lind ki, dhe vërej shkëputje e senedit, shkëputje e zinxhirit të hadithit, domethënë në qoftë se vetëm në një vend ka qenë një lloj shkëputje e tillë, ne nuk e pranojmë këtë hadith për shkak të ramjes së një transmetuesi. Hadithi që ka ra një transmetues këtu ka ramje flagrante, duke se ka ramje. Mirë po du të analizoj një hadith tjetër me emrin mursel. Atje është edhe shumë precis për ne, se dha që ka ramje, por transmetuesi janë sahabi. Edhe atë e kanë lënë në hadithin e dobëta. Se thot kemi në një problem, kemi shkëputje. Cila shkëputje është? Jo në gjeneratat më vonë, por në gjeneratën e sahabeve. Si konkretisht, nëse një sahabi e ka ndëgjuar hadithin nga një sahabi tjetër, dhe ai e ka ndëgjuar nga pejgamberi alayhis salam. Ki sahabi, edhe pse ka qenë shok i pejgamberit alayhis salam, ka jetuar me të dhe nuk pritet për to që të ketë ndonjë mendim se ki ka bën një intervenim me qëllim të keq për të bërë hadithe, po thot ne jemi të një gjenerate dhe ka thonë pejgamberi alayhis salam në atë besë se e dim mes vetes se e kam dëgjuar nga filan sahabiu. Ne nëse e kuptojmë, domethënë studiuesi kur e kanë kuptuar se ki sahabi hadithet që e kanë dëgjuar nga një sahabi tjetër dhe kur e ka transmetuar nuk e ka përmend atë, po e ka përmend direkt pejgamberin alayhis salam, edhe këtë e kanë konsideruar ramje. Aq precis kanë shkruar që ki thot e ka një emër special, jo sigurisht që është munqati, i ndërprer, po ki thot është i shpejtuar në procesin e transmetimit. Pse e ka heka, po e ka larguar nga zinxhiri i transmetimit edhe sahabiu. Kjo do të thot për ne krenari, kjo do të thot për neve qetësi, kjo do të thot për neve edhe fe. Besoj se ishe i qartë në mënyrë të shkurtër, por kisha pasur dëshirë ky lloj emision që e bëm, u bëm me një ligjërata të shkurtërta, sikur të kishë mundësi të bëhem me ligjërata më të mëdha, mirë po, si të qoftë, edhe kjo është e mirë, edhe kjo është e hajrit, bëjmë dua te Allahu xhaleshanu që shikuesit që e kanë dëgjuar këto ligjërata të jenë të kënaqur dhe të kenë marrë diçka nga kjo shkencë e madhe islame, shkencë e cila neve na jep krenari, neve na jep edhe fe dhe na jep inshallah devotshmëri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.